Are you excited about God's call upon your life? Are you passionate to do the things that God is leading you to do? If you're listening to the Holy Spirit, if you understand the outcome of obedience, then you will indeed A jeni të gëzuar për thirrjen e Perëndisë për jetën tuaj? A jeni të entuziazmuar për gjërat që Perëndia po ju drejton të bëni? Nëse po e dëgjoni frymën e shenjtë, nëse kuptoni rezultatin e të qenit i bindur, atëherë ju do të jeni vërtet të përkushtuar ndaj gjërave të Perëndisë. Le të marrim Biblën dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 15. Tani javën e shkuar pam se Pali po fliste për objektivin kryesor të njerëzimit, që është i sjell lavdi dhe nder Perëndisë. Dhe kur ne trajtojmë konceptin e shërbimit apo shërbesës, çfarë është shërbesa në të vërtetë? Është një njeri që jeton në atë mënyrë, që sillet në atë mënyrë, që ndikon të tjerët që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë, që të jetojnë një jetë lavdërueshme, për të nderuar Perëndin dhe për t'i dhënë atij lavdi. Dhe synimi është që ne të shumëfishojmë veten dhe të jemi të përkushtuar ndaj kësaj. Dhe ne duhet të shërbejmë të tjerëve dhe të arrijmë që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë. Jo vetëm që ata të jetojnë një jetë që e nderon Perëndin, por që edhe ata të ndikojnë të tjerët, në mënyrë që bashkësia e të shpenguarve, që është trupi Mesias, të mund të rritet në këtë botë. Ky është qëllimi i Perëndisë. Kjo është ajo që Perëndia ka në mendje. Prandaj duhet të bëjmë vetes pyetjen: a jemi të përkushtuar ndaj këtyre gjërave? That is what God is about. So you have to ask yourself, are you committed to these things? Well, look with me, if you would, to that 15th chapter of Romans. We're going to begin with verse 14. Now, remember, Paul was speaking to... Po le të shohim së bashku në kapitullin 15 të librit të Romakëve. Do të fillojmë që nga vargu 14. Tani kujtoni pak që Pali po fliste besimtarve. Ai ishte bindur se këta individ do të gëlonin. Do të gëlonin në paqe dhe gëzim, që ata do të kishin shpresën e mbretërisë. Dhe prandaj, për shkak të kësaj gjendje, Perëndia do t'i përdorte ata. Ashtu si Perëndia po përdorte Palin, që edhe ata të mund të kishin një ndikim te të tjerët. Dhe pikërisht kësaj po i referohet ai këtu në vargun 14. Le të shohim aty. Lexojmë. Dhe sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju. Pra ai ishte i bindur. Ai thot unë vet, që do të thot që ky është një term që tregon theksim. Këtu theksohet se ai është vërtet i bindur në vetvete në lidhje me ata, bashkësinë në Rom, se edhe ju jeni plot mirësi. Tani çfarë do të thot kjo? Ti je plot me mirësi. Po kemi mësuar se fjala mirësi, qoftë fjala në hebraisht apo si në këtë rast një fjalë greke, fjala mirë në Bibël lidhet me vullnetin e Perëndisë. Dhe ajo që Pali po thotë është kjo, që ai është i bindur se këta individ, ashtu si ai, janë të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë. Dhe vullneti i Perëndisë mund të përmbledhet në mesazhin e Torës, që është ta duam të afërmin ton por si vetveten. Pra që të ndikojmë tek ata përmes dashurisë për t'i nënshtruar Perëndisë. Pikërisht këtë rezultat duhet të sjellë dashuria ndaj të afërmit, që edhe ai të ecë në bindje ndaj Perëndisë. Dhe teksa do të kalojmë përmes këtyre vargjeve, do të shohim se bindja është ajo që po përpiqet të ketë Pali. Jo vetëm bindjen e tij, por edhe që të ndikojë të tjerët që edhe ata të binden Perëndisë gjithashtu. Submit to God. That's what loving your neighbor ought to produce, that they too walk in obedience to God. And we're going to see as we move through these verses that obedience is what Paul is striving for. Not only his own obedience, but to influence others that they might obey God as well. So look again at our scripture. Paul says this. Prandaj le të shohim sërish në shkrim. Pali thot kështu: dhe sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju, se edhe ju jeni plot mirësi. Jeni të shqetësuar për vullnetin e Perëndisë, plot me çdo njohuri. Te çdo njohuri përfshihet çdo gjë që na nevojitet në mënyrë që të bindemi Perëndisë dhe besoni diçka. Që Perëndia është gjithmonë besnik dhe Perëndia do t'ju mësojë. Do t'ju zbulojë çdo gjë që ju nevojitet të dini, në mënyrë që ju t'i bindeni atij. Pra, mosbindja nuk ka kurrë justifikim. Perëndia është i gatshëm dhe e dim që Perëndia gjithmonë mundet dhe prandaj Perëndia do të na japë ne të vërtetën që na nevojitet. Atë zbulesë biblike, atë mençuri nga shkrimi, në mënyrë që ne të bëjmë vullnetin e tij. We know that God is always able, and therefore God will give to us the truth that we need
that biblical revelation, that insight from the scripture, so that we can carry out his will. So Paul's saying, I'm convinced about several things. That you are committed to Pra Pali po thotë se është i bindur për disa gjëra, që ju jeni të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë, që ju keni të gjithë njohuritë dhe çdo gjë që ju nevojitet të dini. Pse? Që të jeni të Zot të këshilloni njëri tjetrin. Disa Bibla, që nuk është problem, këtë fjalë greke e kanë përkthyer të qortoj. Tani kjo fjalë qoftë kur përkthehet këshilloj ose qortoj, është një fjalë që flet për të ndikuar, për të ndryshuar mendjen që rendi Perëndisë të ruhet. Dhe në këtë mënyrë të mund të bëhet vullneti Perëndisë. Që vullneti Perëndisë në fund do të jetë rezultati. Dhe Pali thotë se në lidhje me ju jam i bindur me bashkësinë në Rom, që Perëndia i ka pajisur plotësisht që ata të kenë një ndikim te të tjerët. Tani Pali po e bën këtë dhe po u thotë se edhe ata mund të bëjnë të njëjtën gjë, që Perëndia t'i përdor ata për të ndikuar te të tjerët, për t'i qortuar dhe për t'i këshilluar ata, në mënyrë që edhe ata të ecin në rrugën e Perëndisë, duke përmbushur vullnetin e Perëndisë. Pikërisht për këtë po flet Pali në vargun 14. That God will use you to influence others, to reprove them, to admonish them, in order that they too are walking in the order of God, fulfilling the will of God. This is what Paul is speaking about in verse 14. Now look at verse 15. Because this is so important to Paul, Tani le të shohim vargun 15. Për shkak se kjo është kaq e rëndësishme për Palin. Ai gjithashtu thot, por duke qenë i guximshëm, më i guximshëm se zakonisht, ai thot, por unë ju shkruaj ta vëllezër. Dhe përsëri fjala vëllezër nënkupton bashkëbesimtar, si burrat edhe gratë, vëllezër dhe motra. Pra po thot, duke qenë edhe më me guxim se zakonisht, unë ju kam shkruar juve, vëllezër, që t'ju kujtoj për hirin që më dha prej Perëndisë. Vini re se Pali po flet për atë me të cilën e nisëm. Pali është i gëzuar dhe ka shumë pasion për thirrjen që ka në jetën e tij. Dhe kemi një lidhje të ngushtë mes pranimit të hirit të Perëndisë dhe njohjes së thirrjes së Perëndisë në jetën tuaj. Hiri i Perëndisë jo vetëm që shpëton, sepse këtë bën. Ju jeni të shpëtuar nëpërmjet hirit. Pra, nëpërmjet hirit jemi shpëtuar. Na janë falur mëkatet. Kemi atë ftesën e përsosur për në mbretërinë e Perëndisë. Por hiri është më shumë se sa vetëm këto gjëra të mrekullueshme. Hiri gjithashtu do të punojë në jetën tonë për të na sjellë në vullnetin e Perëndisë dhe që vullneti i Perëndisë e rendi i tij të përmbushet. Për këtë arsye Pali do të flasë për hirin që është dhënë atij nga Perëndia, dhe më pas do të flasë për thirrjen e Perëndisë në jetën e tij. Hiri na pajis në mënyrë që ne t'i bindemi thirrjes së Perëndisë. Into the kingdom of God. But grace is more than just those wonderful things. Grace also will work in our life to bring us into the will of God, that the will of God and the order of God is fulfilled. And that's why Paul is going to be speaking about the grace that was given to him by God. And the next thing he's going to speak of is God's call upon his life. Grace equips us in order to obey the call of God. And this is why he says, look now to the second part of our verse 16, where it says, for me to be. Për këtë arsye ai thot, le të shohim tani pjesën e dytë të vargut 16 ku na thuhet, që të jem shërbëtor i Jezu Krishtit, Mesia Jeshuas, pran jo hebrejve. Ajo që ne duhet të dimë për Palin është kjo. Pali personifikon Izraelin. Çfarë dua të them me këtë? Po Perëndia në mënyrë të mbinatyrshme e krijoi popullin hebre. Banej Izrael, fëmijët e Izraelit, që ata të përdoreshin nga Perëndia për të bekuar kombet. Tani vetëm për t'i bekuar, vetëm për t'i dhënë bekime? Jo, gjithashtu na thuhet se janë një dritë për kombet, që do të thotë që t'ju jap atyre zbulesën e Perëndisë, të vërtetën e Perëndisë, që është ajo që lexojmë në Bibël, për t'u dhënë të vërtetën e Perëndisë, në mënyrë që përmes kësaj të vërtete dhe sigurisht përmes bindjes ndaj së vërtetës, ata të mund të bekohen. Pra Pali po e personifikon këtë. Pali e kupton këtë, se ai ka marrë hir, atë hir që e pajis atë. Jo vetëm që e shpëton atë, sigurisht që po, por bën më tepër se kaq. Ai hir punon në jetën e tij. I jep atij atë thirrje dhe pastaj e pajis për ta përmbushur atë thirrje. Dhe Pali po thotë se ai është shërbëtori Mesia Jeshuas, Jezus Krishtit. Pran, vini re, pran jo hebrejve. Dhe për çfarë ka të bëjë kjo shërbes? Le të vazhdojmë të lexojmë. Në mes të vargut 16 ai përdor një fjalë shumë domethënëse. Është një folje, por që rrjedh nga fjala greke për prift.
apo atyre që punojnë në tempull. Dhe këtu bëhet fjalë për atë që ne e quajmë shërbes së shenjtë, administrimi i shtëpisë së Perëndisë. Dhe ajo që Pali po thot është se ai është shërbëtori i Jezus Krishtit dhe që ai po i shërben në këtë shërbes të shenjtë. Dhe cila është kjo shërbes e shenjtë për të cilën po flet ai? Është Ungjilli i Perëndisë. Tani le të flasim pak për Ungjillin. Unë do t'ju jap një përkufizim shumë të thjeshtë të Ungjillit. Është lajmi i mirë specifikisht për shpengimin. Dhe shpengimi është superior në shlyerjes së mëkateve. Shlyerja e mëkateve, kjo frazë, kapara, në hebraisht thjesht nënkupton një mbulim. Mëkati është ende aty, por përmes shlyerjes së mëkateve, gjykimi është shtyr. Gjykimi ende duhet të jepet, por është vonuar. The gospel. I'm going to give you a very simple definition of the gospel. It is good news specifically about redemption. And redemption is superior to atonement. Atonement, that word, kapara in Hebrew, simply means a covering. The sin is still there, but through atonement, the judgment is postponed. The judgment still has to be given, but it's delayed. Now, that's good temporally. Tani, kjo është e mirë, por përkohësisht. Kurse shpengimi është superior. Pse? Përmes shpengimit, ai mëkat është fshirë. Sikur të mos kishte ndodhur kurrë. Pra shpengimi nuk është se thjesht e shtyn gjykimin e Perëndisë, por e largon nevojën për gjykimin e Perëndisë. Dhe për këtë arsye quhet Ungjill. Dhe dua që të theksoj se nyja shquese këtu, që do të thotë lajmi i mirë, dhe nën kuptimi është se është i vetmi lajmi i mirë për shpengimin. Pra na thot, duke punuar në shërbesën e shenjtëruar të Ungjillit të Perëndisë, që kushtojnë vëmendje kësaj, që oferta e jo hebrejve të jetë e pëlqyer. Kam kuptuar se shumica e përkthimeve të Biblës përdorin fjalën e pranueshme. Tani kur e dëgjoj fjalën e pranueshme, dikush mund të thotë, a është fjala e përshtatshme? Po, është e pranueshme. Tani unë nuk jam i kënaqur me këtë, që thjesht është e pranueshme. Unë dua diçka që të jetë shumë e pëlqyeshme. Dhe kjo fjalë, kur e shohim me kujdes, kuptojmë se përbëhet nga 3 fjalë greke të bëra bashkë. Një fjalë greke, fjala e parë iu, nënkupton e mirë. Dhe në greqisht, këto dy shkronja që mund t'i shqiptojmë iu, do të thonë e mirë. Dhe fjala tjetër pros nënkupton drejt. Kurse fjala e tretë vjen nga fjala greke deko, që do të thotë të pranosh apo të mirëpresësh. Pra do të thotë që të marrësh dhe mos e harroni fjalën e parë, e mirë. Ungjilli sjell një pranim të mirë. Perëndia na pranon mirë për shkak të Ungjillit. Tani në dritën e kësaj, çfarë duam që të bëjmë ne? Duam që të bindemi Perëndisë. Duam që të shërbejmë Perëndisë. Duam që të bëjmë vullnetin e Perëndisë, të përmbushim synimet e Perëndisë, që ai të jetë shumë i kënaqur dhe të pranojë veprën tonë. Ai është shumë i kënaqur dhe e pranon mirë. Këtë qëllim ka kjo fjalë dhe nuk nënkupton vetëm atë që është e pranueshme. Pra le të shohim sërish. Pali thotë se ai kërkon që t'ju jap këtë lajm të mirë të Ungjillit jo hebrejve, në mënyrë që oferta e jo hebrejve të jetë e pëlqyer. Dhe vini re tani, dhe e shenjtëruar nga fryma e shenjtë. Më lejoni t'ju them sa për sqarim, se asgjë nuk është e mirë në sytë e Perëndisë, nëse nuk është rezultati i punës së frymës së shenjtë. Nëse do të bëni diçka që është e pëlqyeshme për Perëndin, ju duhet që të drejtoheni nga fryma e shenjtë. Nëse ju doni që të bëni diçka që është e pëlqyeshme për Perëndin, duhet të merrni ato që ju siguron fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë është themeli për çdo gjë që e nderon Perëndin, që jep lavdi Perëndisë. Pra, nuk është habi që këtu na thuhet e shenjtëruar nga fryma e shenjtë. In the Holy Spirit. Now, let me just say by way of a tangent, nothing is good in God's eyes unless it is the outcome of the work of the Holy Spirit. Tani le të shohim vargun 17. Pali thot, kam, pra, fjala në vazhdim, shumica e biblave e kam përkthyer të mburrem. Dhe është shumë mirë. Është një fjalë që tregon gëzim, është një fjalë për lëvdimi. Por Pali po thot se mburret për këtë. Pra ai po gëzohet, po përlëvdon Perëndim për këtë. Dhe kujt po i referohet këtu? Le të shohim të gjithë vargun. Ai na thot, kam, pra, me se të mburrem në Jezu Krishtin. Pse? Për punët që kanë të bëjnë me Perëndin. Tani kjo është e rëndësishme, sepse ajo që e gëzon Palin, ajo për të cilën ai mburret, ajo që është dhe themeli i jetës së tij, janë ato gjëra që i përkasin Perëndisë, që do të thotë se ai nuk është i përfshirë në punët e kësaj bote. Pali gjithmonë ka në mendje mbretërinë. Ne duhet i bëjmë vetes pyetjen. Për çfarë jam vërtet i apasionuar? Çfarë po ndjekun?
gjërat e Perëndis apo gjërat e kësaj bote. Kur ju jeni duke ndjekur gjërat e Perëndis, keni në mendje mbretërinë, doni që ta ruani atë shpërblim, atë thesar në mbretërinë e Perëndis. Dhe kur nuk jeni në mendje mbretërinë, ju jeni të përqendruar tek kjo botë dhe te gjërat e kësaj bote. Mblidhni gjërat për këtë botë. Dhe kemi diskutuar se sa marrëzi është kjo, sepse në fund këto gjëra janë të përkohshme. Ato do të konsumohen, ato do të prishen, ato do të humbasin vlerën dhe në fund, nëse ende ekzistojnë në ditët e fundit, Perëndia ka për t'i shkatruar. You need to ask yourselves, what really am I passionate about? What am I pursuing, the things of God or the things of this world? When you are pursuing the things of God, you're kingdom-minded. You're wanting to store up that reward, that treasures in the kingdom of God. And when you're not kingdom-minded, you are focused upon this world and the things of this world, accumulating the things of this world. And we talked about how foolish that is, because ultimately those things are temporal. They're going to wear out, they're going to break, they're going to lose value, and eventually, if they still exist in the last days, God will destroy them. So he says, Pra na thot, në vargun 19 na thot, le të kthehemi në vargun 18, ku na thot, sepse nuk do të guxoja të flas për ndonjë nga këto gjëra. Pra në vargun 18 ai thot, unë nuk do të isha kaq i guximshëm që t'i thoja këto gjëra që janë përveç atyre. Le të vazhdojmë të lexojmë, përveç atyre të cilat Krishti nuk i bëri nëpërmjet meje. Pra na thot se të gjitha këto gjëra që po ndodhin, nuk jam aq i guximshëm që t'i them, përveç se ato gjëra që Mesia po bën nëpërmjet meje. Dhe vini re se çfarë janë këto gjëra. Të gjitha këto gjëra që Mesia po bën nëpërmjet palit janë për t'i sjellë në bindje jo hebrejt, kombet, me fjalë dhe me vepër. Për mua kjo është shumë e rëndësishme. Shumë herë kur flas për bindjen, marr emaile që më thonë se po i mëshoj legalizmit. Në asnjë mënyrë, legalizëm është kur dikush thot se duhet të bësh diçka për të shpëtuar, ose për të ruajtur shpëtimin. Kur nuk kam folur për këtë çështje. Ne dim që njeriu është i shpëtuar përmes hirit. Është një dhuratë falas dhe nuk ka të bëjë as pak me veprat. Çfarë na thot shkrimi? Asnjë mish nuk shfaqësohet nëpërmjet veprave të ligjit. Pra shpëtimi bazohet vetëm tek ajo që bëri Mesia në atë kryq, me vdekjen e tij, duke derdhur gjakun e tij. Për këtë arsye unë jam i shpëtuar, dhe përmes të njëjtës sakrificë, shpëtimi im është i përjetshëm, që do të ruhet. Unë nuk kam pse të bëj asgjë, sepse ishte i përsosur, edhe rezultati i veprës së Mesias ishte jeta e përjetshme, dhe unë nuk kam pse të bëj asgjë për ta ruajtur. Spoken on that issue. We find that one is saved by grace. It's a free gift, not having to do with works. What does the scripture say? No flesh will be justified by works of the law. So salvation is based upon only what Messiah did upon that cross. His death, his shedding of his blood. This is why I'm saved. And it is through that same sacrifice that my salvation is eternal, that it's maintained. Nothing has to be done because it was perfect. And the outcome of Messiah's work was eternal life. It does need to be maintained. So I'm not at all legalistic. I'm biblical. Because we see Pra unë nuk jam as pak legalist, unë jam biblik, sepse po shohim këtu ato që po thot Pali. Po lexojmë nga libri Romakëve se Pali është i gëzuar për atë që po bën Perëndia nëpërmjet tij, përmes besimit te Mesia dhe frymës së Mesias, përmes frymës së shenjtë në jetën e tij. Pali po mburret për këto gjëra që Mesia po bën nëpërmjet tij. Dhe çfarë po prodhojnë këto? Bindjen e jo hebrejve, që do të thotë se në mbar botën kombet po i binden Perëndis. Kur them kombet, kam fjalën për ata që po banojnë në kombe të ndryshme. Dhe ajo që po shohim këtu është se kjo është e rëndësishme. Biblikisht shohim se Perëndia po thotë se dëshiron bindjen dhe jo sakrificën. Pra Pali po thotë se Perëndia po punon në të. Për çfarë? Për t'i sjellë në bindje jo hebrejt me fjalë dhe me vepër. I desire obedience and not sacrifice. So Paul is saying God is working in him for what? For the obedience of the Gentiles by word and by deed. Verse 19. Vargu 19. Dhe si bëhet kjo? Me fuqi shenjash dhe çuditërash, me fuqi të frymës së Perëndis. E përsëris, nëse për çdo gjë që do të bëhet dhe për të cilën Perëndia thotë, po, unë e pranoj këtë. Unë e shoh këtë si bindje. Unë e shoh këtë si rezultat të vullnetit tim.
Mund të jeni të sigurt se fryma e shenjtë do të jetë duke punuar përmes jetës së dikujt, në jetën e dikujt tjetër. Pikërisht këtë shohim këtu, me fuqi të frymës së shenjtë. In someone's life. And that's what we see here. In the power of the Holy Spirit, keep reading, middle of verse 19. So that I from Jerusalem and the regions around unto, and we have this. Le të vazhdojmë të lexojmë në mes të vargut 19. Kështu prej Jeruzalemit e përqark dhe gjerën i liri, dhe pali po thotë se përmes shërbesës së tij, vepra e Ungjillit, shërbesa dhe bindja po shihet mes jo hebrejve dhe në këto rajone, deri në Azinë e vogël dhe përtej saj, duke shkuar deri në Europë dhe në shtetet e Ballkanit. Dhe na thotë se në lidhje me këtë, ai e ka kryer shërbimin e Ungjillit të Krishtit. Shumë Bibla thon përmbushjen e predikimit, por nuk thotë se ka predikuar, ka folur, ka shpallur, nuk thotë kështu. Kontrollojeni këtë fjalë. Është një fjalë që nënkupton përmbushjen e diçkaje, por çfarë është e rëndësishme është koha e foljes. Është në kohën e kryer të thjeshtë, që do të thotë se Ungjilli ka filluar të përmbushet, dhe kjo ka filluar në të shkuarën. Është e vërtetë tani dhe do të vazhdojë të shkojë përpara. Madje kjo është e vërtetë edhe në ditët tona. Pra na thotë se edhe në këto rajone, Ungjilli i Jezus Krishtit po përmbushet. Vargu 20. Duke u, dhe fjala tjetër që përdoret ka kuptimin aspiroj ose ambicie. Dhe po flet për palin, që pali aspironte, që ai të kishte një ambicie. Por po ta shohim me kujdes këtë fjalë, është një fjalë që nënkupton të duash, të jesh i përkushtuar dhe të nderosh. It's true now and it will continue to go forward. And this is even true in our days. So he says, even in these regions, that the gospel of Messiah is being fulfilled. Verse 20. But thus, and the next word is usually translated as aspiring or ambition. And it's speaking about Paul, that Paul aspired to, that he had an ambition. But if you look at this word, it's a word of loving, being committed to, and the word honorable, that which has value or significance. And Paul saying this, I have love, I have. Tregon diçka që ka vlerë dhe rëndësi. Pra Pali po thot këtë. Un kam dashuri dhe un kam përkushtim ndaj atyre gjërave që janë domethënëse, atyre gjërave që kanë vlerë, ato gjëra që janë të nderuara. Dhe për çfarë ka fjalën? Le të vazhdojmë të lexojmë. Për të predikuar Ungjillin, dhe predikimi i Ungjillit sjell një rezultat të mrekullueshëm. Dhe këtu na thotë se ai ka dëshirë që ta bëjë këtë, të predikojë Ungjillin, atje ku nuk ishte i njohur emri i Krishtit, që të mos ndërtojë mbi themelin e tjetrit. Thot ai, Pali nuk po përpiqet që t'i bjerë në qafë dikujt tjetër, por na thot që të mos ndërtojë mbi themelin e tjetrit. Por, le të vazhdojmë në vargun 21, në vargun e fundit. Ai na thot, po sikurse është shkruar. Këtu Pali do të citoj nga Isaia 52 vargu 15. Dhe ajo që është kaq e rëndësishme është fakti se Pali gjithmonë shkon tek profecit për të treguar se çfarë po bën Perëndia në jetën e tij. Dhe e njëjta gjë duhet të jetë e vërtetë edhe për ju dhe për mua, që ne duhet të jetojmë në bindje, në mënyrë që zbulesa profetike, ato që Perëndia u ka zbuluar shumë vite më parë profetëve të dhjatës së vjetër, të mund të përmbushen gjatë jetës tonë. In his life. And that same thing should be true for you and me. That we should be living in obedience so that prophetic revelation, what God revealed many years ago to the prophets of old, that it's being fulfilled in our lifetime. That's what is of an interest to God. Our obedience fulfills. Kjo është ajo që i intereson Perëndis. Bindja jon që përmbush zbulesën profetike. Dhe për këtë arsye, vjen re se çfarë thot ai në lidhje me shërbesën e tij, se çfarë po prodhon jeta e tij. Ai thot, por sikurse është shkruar, ata ndër të cilët nuk u qe shpallur, çfarë nuk është shpallur? Ata do të shohin dhe kuptojnë në lidhje me Mesian dhe me veprën e tij. Këtu përdoret një fjalë që tregon perceptimin. Pra, që do të kuptojnë diçka, të cilës ata do të mund të përgjigjen. Pra Pali po thot, unë nuk dua që thjesht të ndërtoj mbi atë që ka bërë dikush tjetër, por dua që të shkoj në një vend ku emri Mesias nuk është zbuluar ende, emri Jezus Krishtit, në mënyrë që edhe ata të mund ta kuptojnë, që ata të cilëve nuk është shpallur ai, të mund ta shohin, dhe ata që nuk ishin dëgjuar për të, do të kuptojnë. Concerning him,
that they might see, and those that have not heard, that they might understand. What Paul wanted to do was to be a source of revelation. Ajo që Pali do që të bëj është që të jetë burimi i kësaj zbulese, që edhe ata të mund ta dëgjojnë, që edhe atyre të shpallet, në mënyrë që edhe ata ta shohin dhe ta kuptojnë. Dhe fjala e përdorur për ta kuptojnë nuk nënkupton vetëm që ata të marrin vesh, por është një fjalë që nënkupton rezultate. Është një fjalë që tregon të kuptoj diçka deri në atë shkallë sa të mund të vë në zbatim ato që kam parë, ato që kam dëgjuar, ato që kam kuptuar. Kur shohim fjalën e Perëndis, shohim se Pali është interesuar që në fuqinë e Perëndis përmes frymës së shenjtë të prodhojë gjëra, si me fjalë, ashtu edhe me vepra në jetën e njerëzve. Pra që e vërteta e Perëndis të mund të prodhojë bindje. Prandaj më lejoni që të pyes: apo tregoni bindje? Apo e kënaq vërtet Perëndim bindja juaj kur Perëndia hedh syt në jetën tuaj? Apo është sheh që ju keni një sjellje të mirë, që ju po bëni atë që është në përputhje me vullnetin e tij, që po bën atë që sjell bekimet e tij, atë që nëpërmjet bindjes tuaj manifeston lavdinë e Perëndis? Këtë jemi thirrur të bëjmë unë dhe ju. Dhe unë besoj se Pali zgjohej çdo mëngjes me një dëshirë për ta përjetuar këtë, që ai do të përdorë nga Perëndia për qëllime të tilla. And Paul, I believe that he woke up every morning with a desire to experience that, to be used by God for such purposes. And let me conclude with this. Dhe më lejoni ta mbyll me këtë. Kur ky bëhet synimi juaj, kur ju jeni të emocionuar, të përkushtuar dhe me pasion për këto gjëra, ju do të jeni të ngazëllyer për jetën, dhe që do të keni një pasion të madh për Perëndin, sepse do të shihni fuqinë e Perëndis të çliruar përmes jush. Sigurisht kjo ndodh përmes vajosjes së frymës së shenjtë. Dhe do të gëzoheni kur të shihni jetë që ndryshojnë, kur njerëzit fillojnë të binden vullnetit të Perëndis. Dhe rezultati i kësaj do të keni një kënaqësi të madhe. Na mbaroi koha. Derisa të shihemi javën tjetër, Zoti ju bekoft. Përshëndetje nga Izraeli. Well, I'm out of time until next week. May God bless you. Shalom from Israel.